Përshëndetje. Tema për sot është zgjidhja e ekuacioneve të fuqisë së dytë, duke përdorur metodën e formimit të katrorit të plotë. Ushtrimi 3, faqe 191, libri Matematika 10, shtëpia botuese Pegi. Zgjidhni ekuacionin 2x katror plus 6x minus 3 barazi me 0, duke përdorur metodën e formimit të katrorit të plotë. Ekuacionet e fuqisë së dytë ne mund t'i zgjidhim duke faktorizuar, ose duke përdorur formulën e zgjidhjes, ose metodën e formimit të katrorit të plotë. Ne do zgjidhim të ushtrim duke përdorur pikërisht metodën e tretë. 2x katror plus 6x minus 3 barazi me 0. Faktorizojmë dyshin. 2 që shumëzon x katror plus 3x minus 3 të dytat barazi me 0. Rikujtojmë trajtën e katrorit të plotë, i cili është a që shumëzon x plus b në katror plus c. Si mund ta shkruajmë shprehjen brenda klapës në një trajtë nga cila ne mund të marrim katrorin e binomit, të cilën ne dim kush është a plus b në katror baraz me a katror plus 2ab plus b në katror. Vazhdojmë. 2 që shumëzon x katror plus 2 që shumëzon 3x-in mund ta shkruajmë 2 që shumëzon 3 të dytat x plus 3 të dytat në katror minus 3 të dytat në katror, pasi unë di që në qofse në një shprehje shtojmë ose heqim të njëjtin numër ose mallësi, shpreha jonë nuk ndryshon. Minus 3 të dytat barazi me 0. Shohim që pjesa e parë këtu na jep pikërisht 2 që shumëzon x plus 3 të dytat në katror. Pra, e para në katror plus 2 fishi i të parës me të dytën plus e dyta në katror minus 9 të katërtat minus 3 të dytat barazi me 0. Kryejmë veprimet. 2 që shumëzon x plus 3 të dytat në katror minus 15 të katërtat barazi me 0. Pra shohim që a-ja është barabartë me 2, b-ja është barabartë me 3 të dytat dhe c-ja është barabartë me minus 15 të katërtat. Me shndërrimet e njëvlerëshme, unë di ta zgjidh të ekuacion. Pra, 2 që shumëzon x plus 3 të dytat në katror minus 15 të dytat barazi me 0. X plus 3 të dytat në katror barazi me 15 të katërtat. Atëherë, vetë shpreha brenda katrorit, x plus 3 të dytat është barabartë me plus minus rrënja 15 përmbi 2. Pra kemi dy zgjidhje. x1 baraz rrënja 15 përmbi 2 minus 3 të dytat, që përfundimisht del rrënja 15 minus 3 të dytat, dhe x2 baraz minus rrënja 15 përmbi 2 minus 3 të dytat, baraz minus 15 minus 3 të dytat. Pra shohim që metoda e katrorit të plotë përdoret kur zgjidhjet ne kemi të trajtës irracionale. Faleminderit.